Mbas 2 muaj më shkuishin ju bike keq edhe më shku po s'kishim fajse. Tash më shkru me të but i bike keq, më shkru me të keq i bike keq, s'dina s'u më shkru njëri, po e bëj pa. Ndonjëherë nuk kthej përgjigje, më takojnë me në event Tiranë. Edhe përgjigje ka jam hub pe WhatsAppit edhe. Nuk jam i fokusuar fort edhe telefonin e urrej, kështu më thotë. Unë nuk di me këtë mesazhe. Unë e pritoj më shkru. Jam më kështu për punë, ata më shkruajnë seriozisht, më çojnë normal, unë nuk thaj Gjakovarski, la më më shkruani si pallava, lëci janë. Disa kontrata kam harruar në email, vetëm kur kujtosha, apo se kam firmos, se kam çu, se kam bë. Janë skujtona ku të më shkruajnë, unë si ta shoh veç emrin. Bonarti, për shembull të madh. Kontratën, vjen edhe si afaj. Se kështu nuk e mbjanë në mend se s'u më shkru. Njëherë mbati ndodh. Bonarti, po pjesëtar të 360-it. Mbati ndodh me një brand kështu që më kishte shkruajt, brand francez shumë i njohur. Kishte shkruajt para 2-3 vitesh, e kisha pa, thash, s'jam tu marrë, tash kush merret, më vjen porosia prej Francës, hiç. Kalojnë 2 vite, edhe i shoh këtë njerëzit të përdor atë brand, po viral, një 2 milion kështu followers në Instagram, dhe më thonë, ndër më të fortet që janë tani. Edhe kur ma qonë motra, më thot, amana të ka pas shkujt këj brandi, se dikur motra o merrte me Instagramin tim. I thonë, po, hapi mesazhit, ishte prapë Romana, aty gjatë, kishte 2 vite. Edhe i shkruajnë, hi, sorry for getting back to you, ka gjvonë, kështu, po kisha dash, edhe më ka kthy më në dite, edhe kena bë bashkëpunimin. Kur se kisha bë, ma bë mu dikush në shtu, më lënë 2 vjetë. Po jo, ata që nuk shtyen që firma si firmë, nuk ka shka mu shty me të keq, me ty me i natë, se pite e përfitojnë. I know, po ata ishin bo big, nuk ishin ma nevoj për... Kanë nevoj, kanë nevoj plot firma të mdoja të ishe, ma të mdoja të mbot që bojnë ala marketinga me... Qdo sant një man, sa marketiv, jes ma... Jo, kam bë një shooting shumë bukur. Dhe më të bukur që kam, për Polen Paris. Ma pa të bot, në shkruva me 360, edhe për më shkruin tash më shtinë në grup, më shkruin pjesëtari i grupit, të atojnë në 360. Na jepi, për më dhejnë, na bën admin në YouTube, këto gjanat. 360, nga trova me intermedia. Ja, 360. E di kush janë. Dhe firma është me 360. Bonarti është. E di, Ylli. Ylli, po Ylli është pjesëtari. Po Ylli është... Unë e kom ndryshe kontratën me Yllin, që Yll... Unë e kom tjetër kanë që mirët me muzikë, këta mirën vish me distribuim. Po, si, nejtë. Po. Edhe të më shumë tash, një pjesëtar i grupit, tha, din, krymi qëto punë, për me pas akses në YouTube, që ku t'ju qes kongë, ku t'ju qej kongë, ta mi qitë në YouTube teme. 2 muj. Unë e më Francë, më shkrunej, tha, më oblojem në Francë. Aske internetet. Jo, më po, nuk disha që shmi bo, se mi më konë në laptop ndryshe. Ne i fanë se më dilë ka opcioni, për i të isha dhe mi gjetë mas nej, se më Francë isha me të mija, atë në të lujtë me fëmija atë, të isha jetë mas nej. Mas nej ara isha. Edhe apet se ku më kryjt të ardhe në fermi, ku më thonë Nikit, please, Nik, meru me qëtë punë me 360, se është edhe aji pjesëtarë në grup Nikis. Niki mirët me do gjanat mija që më dalin për mandhe. është problem, artist më konë pa i pas disa persona mra pa shumë problem. Milano, unë se kam vujt hiq, sepse kam pas agjensin, do më thonë unë vite e-maili, Fabiola nesër në 8 keme shku të ky lokacion, deri në këtë lokacion e ke pagesën kaq, keme marrë me vete këtë, edhe e kam pas shumë easy, se e kam po krejt kur më thuen. Ama në Shqipëri është ndryshe, se du të me u kësi përgjigje vetë, du të me lonë çmimin vetë, du të me uniz vetë, me shku, gjithë shka me po vetë, të merë. Edhe muzika që është me menaxher të mirë modelesh në Shqipëni. As të artistave, janë të pakt. Se di, ama për modele është keq, se s'ka një agjenci fort. Edhe për artista është pak. Me funksionu me e-maile, me funksionu me punu, jo me hongër dreka darka mrapa, me shku në pushime. Jo një 5, në stradë janë 5 artista që 5 menaxhera. Mingje me gishta që janë që kryjnë punën që është duhet. Shumica këqyrin me të shkel,
Unë kom pasur adeve sa për 2020 kur kom njësë. Si ndodhi tajnës probleme? Po, plot artistave tjere. Pse? Se e dojnë famën. Edhe janë gjendje me bo gjithë shka. Sa për donë të i 100% merrej. Veç bënëm famë, nuk shkon kështu se... A din mu më dhimën mas në atë artista, shumë. Se kanë qka me japë edhe s'mujnë, veç që kanë dashtë. Mi më ri shpejt. Mu për 2020, më thëmë gjdo vjetë ka 10 menagjera më kanë ardhë. Edhe me kësi, si mu kanë ullë. Ja ka njësë, nalu, veç pak se ma keni lotë zemër një bëj. A i tipi vjen me më folë serios mu. Sa, shka dhe me bo thashte, për muzikë thashtë sunë më folë, në ne. Se s'ki ti sunë më mëson tash mu për muzikë. Qa e nëzi, lumë, si Shumë i më nëzi, unë e nëzina shpejt. Wow. Thash, sa investon, që ti e ka do më marë për me, sa spotave me banë. Jo po, që t'ma plan programin këtu që ki jam. S'ki plan program, ullëm pim kafe, dalim pim, më hajmë darë kësha tushun e ti. Shok tjetës bo, menager tis. Deri sa, tash jena një ekip që t'kallzova dhe dje. Edhe ata që kanë pas muzik, Fero, Getinjo, Kida. Ata kanë shfrytzu mirë, po still jë ndjek shumë. Ama në atë kohë kanë qenë lartë. Ka qenë menageri. E mu kjo mbjeni natën, hak temin se më prej kërkosh. Merre hakin tonë, nëse ti e bon punën, sot dush merë. Po është haki jetë. Jo ti, mu nuk më vynë dikush ma bo bitin, se më vynë dikush ma bo muziken, se më vynë dikush ma shku tekstin. Kur gjo se më vynë mu nga ona muzikës, bile as nuk lo më folë. Se din ma mirë se jam beatmaker, producent, gjitha gjanat. Ti e menager, mund është me folë, ti ta qes projekt, ti qes projektet, cila shitet, cila nuk shitet, ti e din. Po më folë mund çfarë muzike me bo nuk e pranoj. A bëdin se te ke fundit ma inë, se unë në treg, problem është më konë dikush. Se unë jam të e kriju qatë muzikë për artista tjerë, unë e di shoh kalypet. Unë edhe e bëj për tjerë, ndërkohë që e vrej shen kalypin edhe e bëj vetë. Ndryshë është nëse isha konë reper, se kësha ditë shoh ka marrot, shoh ka botën treg, edhe duhet më kallëzu dikush shërë, se o kalypet shkëshon. Unë jam, kom në studio, kongë që i kumë bo, zhandrë që alos kanë ardhë. Që me bo mi, po. Edhe janë shumë të forta. Pse? Se kam informata në një nga Luro, që është një producent ekstremisht i forta dhe veshin e muzikës e fa të mërshëm. Edhe ngon shumë muzikë, unë nuk ngoj shumë muzikë. E kom që të keqe. Luro non stop e kitu ngu muzikë. Se Luro, unë nuk ngoj muzikë puna mes më inspiru në tekste. Se ndër dia, gjithë qysh ka më ma qitë. Mu më ka ndodhë me plot artistat shqiptarëve që i kumë ngu si fmi, pa e ditu në, ndërkohë që kur ja kumë një kongë, kumë thonë ku qërë si reshti jam, ndërkohë që unë ja kësha marrë ati. Po jo me vetë dije, bëhet me ndër dije ajo. Edhe për që ata nuk ngoj muzikë. Anglisht ngoj do artista që më inspiru paka shumë për vija melodike. Po, në kësë. E Luro ngon muzikë, se Luro bën vish bita. Edhe aje din shoh ka lipe. Shumë dzete. Shumë dzete. Ik remi. Jo në mirë jam. S'po du më najtë më kërkan me zemë, kum rjetë më në tutë. U djadin sa kum plejtë, më dhejtë më dokët. Talësh. Si kena kryq atë, si ke jetë ste, kena lujt i lojë dhe kum plejtë. S'kom kallëzune, nuk kom shka bëj pa ty. S'po më rjetë. Ishin kon të bo mua bet në dhoma të. Si marë. Ta veshe një fuston, po. Hajtë, po këthehem te, ta kem djelin mrapa të pak. Për shkepi marë, atë tolim që atje të i jam. Po s'ke hjeti. Hajtë s'ka gjo, vetëm po i kthej shpinën, se isha për balë, ktheu atë ty. Shkepi marë, a ki cigare është? Po, a donë. Unë që cigare në dorë. Kretë se kjo s'ka, a ka ajo atë? S'ka dhe shkjo kja jemi, ja. Kam 4 vetëm. Ama.
Atja këtu. Që për më? Rrim këtu se ishim mirë. Perfekt jam. Amore. Mirë ma bune. Pedal. Sorry. Pa synin. Di të thonë kuku që i kam bo vetës. Këtu po jashtë. Jashtë dhe me pas hiç probleme. Që të problemi. Vishë në shpik shnej sanë. Që shka në shpik. Kuku. I duqe. Në problemin e kom të puna se jam shumë serios në punë, do më thunë, jashtë masës. Se ha buk për qasaj. Sidomos artistat, që këtë artistat janë me rebe, këtë artistat i kanë ato të vetat që i këcen. S'ki artist në regull në tru, që ndryshë si artist. Edhe nëse une fokusona në telefon, më këthy mesazhe, a i del për tripit edhe qohët i ikë edhe s'ka pages. Se thot s'punaj mu me ty. Edhe s'ka më buk. Fair. E njerës nuk e kuptojnë, këta mëndojnë që studio e qef. Unë e kom probleme dhe kur të mvinë me bët qef në studio. A beden. Unë shoqërinë teme të ngusht, veç kush mirët në muzikë e lo me mi në studio. E lo, nuk o që janë ali une. Vinë në studio rrim, so rrim, natën e mirë se kom e punu tash. Se një dishka vogël më qetë edhe bona shumë nervoz mas neje të merë, do më thonë. Ku t'jam inspirun edhe më qetë më për qasej, bona shumë nervoz. Me telefon e kom që problem që mu më thirë. Në vlovi tam të vogël i kum piskat, keq një dik. Vlovi vogël, e o zemën, a i të thirë, nuk të shkrun, në snap. Të shkrun odi edhe të thirë për i sekund. Njët natës, 12 natës. Kur unë jam qatër një inspirimin më të madhë, që jem të punu me një artist, edhe kom telefonin ofër edhe sho, fillëm kap angth, nuk e ki idenë sa keq që më bën thirë, ja. Edhe fa pa me nali e gjuj telefonin. Mas ne i thom, mas ka nej urgjencë, mërë, se vlavit, që është qona, i thom për shemë filonit, kur shot të punu, që se kanë se vlavit. E thiri, që ato patikat najke, a i ka i vesh mërmo, se i kësha vesh une, e lënë për shqit punë më thire njët natë, sa, po, mërë burë shaki, edhe ti, a je bodolla, atë kom thonë më veç për emergjenca më thirë, i fiskas. Sa iron një bo më burë më pëjtu më folë me ty njëri. Ik më e thonë më se më thërë mo, nervoz. Se më bënë shumë keq. Mas në e thirë, isha dashte me losh film, mas një orë ku të kry punë. Se dua të qanë. Qmarë. Se ki asni sekund ku tjetu kriju ku tjetu punu me një klient për gjuj. Nuk e ki asni sekund free. Une, për veti se kam artisti mundet mi pas një sekund free me këthi mesazhe, po unë jam non-stop të punu, se nëse une e ki syt nga puna, artisti bjen. Edhe une e kom një të mirë, që gjatë procesit, kur është të inqizu artisti, une e kryj kongën, e miksoj. Që qatë nata i kam i marrë një verzion demo, që është kam uni kur të ndrejqet komplet, pak ka shumë. Ndërkohë që ku të shkon artisti, une ullna dhe ja qes ato pikat, e bëj komplet që shduk, bashk me lurën, se gjatë për thëmë une, po është bashk me lurën kjo bëhet. Do më dhëmë dhëtë punojmë bashk. Po zakonisht e procesi, ku t'jena tu marrë vokale, të artistit, punojmë vishnjoni. Që mësë më përzi 2 vetë. Te puna e mix masterit, ullëm dëtë se na qetë, se na kërkan ullëm dëtë edhe... Kupton që të mund të një gjë që mos ndihesh edhe unë keq që po jepja, më kupton? Se pavarësisht të gjithave, unë e kuptoj që
një moshë caktuar, nuk e fuqin maksimale. Po kur e shoh që më shumë flet se sa pastër, ja, për shkak iku prap. Unë ja thash, sa po ja thash për çështjen e beach barit, aj pe. Që të kesh? Ja thash pesë herë, mori peshqyret i çoj aty dhe iku. Ka më shumë mendje për të bërë show se sa për show është edhe kjo, hajde bëje këtu show duke pastruar. Unë nuk jam Xhandarburgu. Ti shkoj njerëzve. Jo, shka dhe ato që i kena pas me dy bek nuk e ka bo. Po, kjo është gjithkohës. Dhe sot jena të e prit dhe dënimin me Odin. Vallohin që dënumi luft. A na qojnë të fakjeri së rri. Pse se s'ka nejt as muza. Ti që i hape sytë. Se kur thonim ne, Po s'është qasi se edhe mu m'ka ofendua sorë. A dënë edhe pak me qitë qëtina. jam i pa, ti është duken kështu mi. Prit të ndajt nuk po t'i bëj njare se po të rëshosin. A mund është me mojt gishtin kështë? Jo. Jo. Me mu muza e ka njëse mu si mirë se e ka ditë që ka gabu të në ato ofendime mi kalë shumë fillim. Po, vallaj, në i sorën e qka është keq nuk me i me bu të mirë, edhe qka është mirë nuk me i me bu keq. Edhe ku me ditë kush me konë, mirë u bu dorën e zgati. Nuk jam... S'jam atë. Oh! S'ka gjë. Të lute mos lëviz. Si do quajmë sallonin këtu? Gresas Nails. Ose Ten Nails. Valla, save your nails. SO. Fix, SOS. SOS. E bra, XO. Nuk është se tha 100%, Në trisha dhe që. Kur i bërë ti? Çfarë? Kjo, ajo është ndyra që të me i piksojna se polish nuk e na. Ma mirë qëto se heq. Po, shumë e mirë se ashtu si shish. Shio. S'ka që se mirë duken. Nga larg duken mirë. Qa që ka rëndësi. Po, pra. Edhe i kena lyp peqe na himra na. Edhe në fund më na prua akupunktur se moza e deshti. Nuk di do me Kjo është thonë. ajo që unë kam thënë që ditën e parë Gresa, po s'kam pasur mbështetje këtu për këtë diskutim, se gjithë e kanë marrë mozën si fan. Unë kam kuptuar që në fillim që ai fani që duket në fillim fan, nëse vazhdon edhe trajtohet në këtë mënyrë, nuk bëhet më fan, po bëhet bezdisëse për njerëzit që jetojnë. Se unë i kuptoj njerëzit që e shohin nga rrjetet sociale, e shohin 10 minuta edhe qeshin, se edhe unë do qeshe nëse do isha jashtë. Por kur jeton Ja, këto është s'dja me ndryshe. kesh, ja. Se qeshen e parë, qeshen e dytë, javën e parë, javën e dytë, po pastaj bëhet e bezdisshme. Of course. Sepse nuk i han njëri tjetër përveç nesh gjithë minuset. Më kupton? Që ti duhet pastrosh, që ti duhet rregullosh, që ti duhet të flesh ngjitur me të, që ti duhet të dëgjosh gjithkohës një individ që këndon edhe kërcen. Më kupton? Kështu që bëhet bezdisëse, që ti duhet të durosh ofendime. Unë çfarë s'kam duruar edhe ofendimesh këtu. Që s'është normale, më kupton? Of course. Po, si do ta ha unë tani? Jo këto jo. Del. E mora vesh! Qa tha? Ushqimi gati. Cili ushqim? Këto pas kanë dalë perfekte fare, shime. I po? E këtë i që kështu. Ama dhe pak. Ani hati. S'në Nase thajnë së dojë. kur. Po thohën se a the mu penili mu asi, shnet që e të ishmja i spot.
Ja, shumë mirë do letën. Tash edhe unë kom një farë smuje. E kuptoj. E kuptuam bashkë. Kjo është manikür gel? Edhe në gjithmonë me manikür gel i bëj.